atë që paralajmëroi Trumpi dhe që do ta çonte pikërisht Iranin në epokën e gurit, aty pasojat do ishin më të rënda apo jo? Vetë shumë shkurt duhet ta shoh se nuk mos e ngatroj publikun. Aty kemi bërë një skenar hipotetik, analizë hipotetike, sikur gjysma e aseteve që lidhen me naftën dhe fabrikat dhe uzinat, jo vetëm në Iran, në gjithë vendet e gjirit, se Irani do kundër përgjigje, të shkatrohen gjysma, jo të gjithë. Gjysmat. Gjysma. Shiko çfarë pasojë do kishim. Këtu karburanti do shkonte 85% më shtret, do kapte mbi 3000 lekë. Do kapim mbi $200 fuqinë fund vitit. Sa do vinte këtu te ne? Më thuaj sa do vinte çmimi. Këtu ke ne mund shkote 2.800, 2.600. Gati 3.000 lekë, le të them. Gati 3.000 lekë litri. Bujësia do kishim një rritje, të gjitha janë me rritje të ndjeshme, pra çmimet e ushqimeve dhe bujësisë do të shkonin 30% më të larta, ndërsa në materialet e ndërtimit 25%, turizmi 50% do rritej kosto e turizmit, energjia 45% dhe inflacioni 10% sipas një prognoze që ju kishit bërë në rast se do kishim një goditje. Pysh zotit nuk e kemi dhe unurit mos ta kemi. Mos ta kemi. Që do thotë do ketë një lloj paqe në fundit. Jo, unë shpresoj dhe shiko, dhe në fakt këtë analizën thash ne e bazojmë tek modeli i JP Morgan i bankës dhe i organizatës ndërkombëtare të energjisë. Pra nuk është se kemi marrë model natyrë dhe kemi vënë për Shqipërinë, nuk është se kemi shpikur. Okej. Dhe këtë gjën, siç e kemi bërë në për Shqipërinë, jam i sigurt ato e kanë bërë për Amerikën dhe kështu. Dhe prandaj jo më kot kanë ndërhyrë. Mirë, regjia, ma hiq pak të tabelën, se kjo është tabela Ogurzez që nuk e shpreson askusht. Tabela e parë është tabela reale e efekteve impaktit të Hormuzit në Tiranë. Paga shumë, kjo. Më pëlqen ky titull. Për disa po i ndjejmë dhe për disa do t'i ndjejmë gjatë verës, për shembull, kryesisht çmimet e ushqimeve do fillojmë të ndjejmë as 1 apo 2 muajsh, dhe ajo rritje çmimi që ne shikojmë sot fatkeqësisht më shumti është si pasojë e spekullimit dhe e faktit që shumica janë import dhe jo prej kërkesës agregate në treg, sepse ne kemi dhe do jetë kaq i madh rritja, pra mbi 12%, sepse ne kemi dhe një problem tjetër të madh. Mos harrojmë që në fund të janarit patëm dhe përmbytje të mëdha. Dhe dëmtuam goxha prodhim vendas, dhe sot po të kishim prodhimin vendas, domatja do ishte 4.000 lekë. Ose është kryesisht importi. Rreth 500 hektar sera u përmbytën në janar shkurt të këtij viti dhe akoma s'është marrë, jo vetëm s'është marrë kompensimi, pa akoma nuk është marrë vetja dhe prodhimi i ri i atyre bujqve. Okej. Kemi pasur goditje mbas goditje. Mirë, kthehemi këtu, Endri, me që jemi te kjo situatë, pastaj këtu është e kohë s'po diskutojmë sot se çfarë masash duhet të marrë Shqipëria në të gjitha dimensionet, po mbetemi edhe një herë te kriza ndërkombëtare. Do të kaloj me këtë dy javor, apo ti mendon që mund të rikthehen luftimet? Apo se perceptimi i publikut tek ne, po edhe në botë është që tani sido që të jetë po ulën në tryezë, nuk është se mund të kthehen prapë në luftime. Me Trumpin asgjë nuk është patjetër. Pra, ajo që mund vjetë re me Trumpin është që ka këtë fiksim këtë afatin 2 javor, domethënë, sepse nëse mbani mend edhe kur bëshin negociatat me Ukrainë me Rusinë, jep edhe 2 javë afat Putinit, edhe 2 javë të tjera, dhe 2 javë të tjera. Pra, mënyra se si e zhvillon politikën, është e tipit tillë. Pastaj është ajo që quhet Madman Theory, teoria e njeriut të çmendur, i cili ka përdorur për herë të parë ka përdorur Nixoni, në cilën ti do t'ja bësh kundërshtarit të mendoj që ti a je aq irracional që mund të bësh çfarëdo lloj veprimi, kështu që ai të ketë frikë dhe të pranojë kushtet e tua. Këtë teori u mundua për herë të parë vurin praktik Nixoni në luftën e Vietnamit, kur filloi të bënte veprime, për shembull merrte avion bombardues B-52 i çonte afër Bashkimit Sovjetik, pa i thënë askujt. Dhe ajo dhe Bashkimi Sovjetik të fillonte të dyshonte, ore ky, domethënë nuk është dhe aq, e ka ndarë mendin që luftën e Vietnamit mund të përdorë armë bërthamore, domethënë, kështu që filloi të ushtronte presion mbi vietnamezët, që ata të pranonin kushtet e paqes, po. Dhe është një lloj skenari në të cilin edhe Trumpi kur flet edhe thotë për shembull